A duhet t'i marrim paratë që gjejmë në rrugë? Po apo jo? Të gjithëve na ka ndodhur që teksa ecim në rrugë mund të gjejmë ndonjë qindark ose nëse kemi fat edhe më shumë se kaq. Jo të gjithë i marrin lekët që gjejnë në rrugë për shumë arsye, që nga besytnit deri te keqardhja te atij që mund t'i ketë humbur. Paratë që gjejmë mund t'i marrim dhe do të kemi fat, thotë një shprehje, por me sa duket, jo në të gjitha vendet është perceptimi i njëjtë. Ekspertët besojnë se ky gjest mund të konsiderohet vjedhje dhe jo fat, për aq kohë sa ti nuk e ke denoncuar në polici ose nuk ke përpjekur të pyesësh se kujt mund t'i kenë humbur. Madje ka pasur raste që njerëzit janë dënuar për këtë, e cila mund të duket edhe e pafajshme. Një grua britanike ka rënë në kundërshtim me këtë ligj në vitin 2017, pasi u pa në një qendër tregtare duke marrë një kartmonedh 20 pound nga dyshemeja e një dyqani. Ekspertët cilësojnë se duhet të njihni ligjet e vendeve ku jetoni. Për shembull, në vendin tonë nëse gjeni shuma të vogla mund t'i merrni, por shumat e mëdha duhet të përpiqeni t'i gjeni edhe pronarët e tyre të mëparshëm.